Në Tiranë u prezantua programi për konkursin ndërkombëtar të projektit të Qendrës së Drejtësisë, një pol i ri urban që do të bashkojë në një kampus të vetëm institucionet kryesore të sistemit të drejtësisë. Ky projekt konsiderohet një domosdoshmëri për mbështetjen dhe forcimin e mëtejshëm të pushtetit gjyqësor në Shqipëri. Gjatë një dëgjese përmbyllëse me përfaqësuesit e gjyqësorit, kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë strategjike të këtij investimi për zhvillimin dhe konsolidimin e sistemit të drejtësisë. Sipas tij, ndërtimi i Qendrës së Drejtësisë son një hap të rëndësishëm për të adresuar problematikat e trashëguara ndër vite, veçanërisht ato që lidhen me infrastrukturën e amortizuar, godinat e vjetra dhe kushtet e papërshtatshme të punës për punonjësit e sistemit gjyqësor. Kryeministri nënvizoi se ky projekt do të kontribuojë në krijimin e një mjedisi më dinjitos, funksional dhe të sigurt për administrimin e drejtësisë, duke forcuar njëkohësisht besimin e qytetarëve tek institucionet. Panorama e këtij rrugtimi që kemi vendosur të bëjmë për t'i dhënë Shqipërisë një qendër të re drejtësie, e cila të jetë jo vetëm një qendër që të garantojë të gjitha kushtet dhe standardet për ata që punojnë aty, por edhe të jetë një tjetër vlerë e shtuar për kryeqytetin, për Shqipërinë nga pamja arkitektonike. Një arkitekt i famshëm thotë, ne formojmë ndërtesat, ndërtesat na formojnë ne. Dhe po të kesh parasysh se në çfarë ndërtesash jemi formuar ne, e kupton edhe pse ne jemi pak si ndërtim gjysmë me leje, gjysmë pa leje në mënyrën se si mendojmë dhe si funksionojmë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të bëjmë diçka që t'i rezistojë kohërave dhe në ndërkohë që të adresojmë në fund gjithë këtë problematikë komplekse që ka sistemi në aspektin e kushteve. Në prezantimin e programit ishte i pranishëm edhe Ministri i Drejtësisë Besfor Lamallari. Gjatë fjalës së tij, ai u shpreh se kampusi i drejtësisë do të jetë sipërmarrja më e sofistikuar arkitekturore dhe inxhinierike e realizuar ndonjëherë nga qeveria shqiptare. Hapësirat aktuale, nëse ne i krahasojmë me ato ku ne duam të shkojmë, as nuk duhet të jenë si etalon krahasimor, pasi ka salla gjyqje që bëhen në zyra gjyqtarësh, dhe kjo nuk është standardi që ne kërkojmë. Dhe duke qenë patjetër duke marrë parasysh dhe faktin që nëse referohemi vetëm numrave aktual të magjistratëve, mund të ishte vërtet e egzageruar, por nëse duam të mendojmë edhe mundësi që mund të parashtrohen nga nevojat e së ardhmes për rishikim të numrit aktual të magjistratëve, pra gjyqtarë apo prokurorë, dhe për të adresuar çështje shumë emergjente, siç janë edhe stoku i çështjeve të papambetura apo element tjerë, patjetër që to do të ishin produkt, pra numrat që ne do kërcojmë në finale do të ishin produkti një analize të shëndosh, por që mbi gjitha mban parasysh që është një projeksion që, siç e tham, duhet i mbizotrojë dekadave, gjeneratave.